Alba Story prezanton. Kam nja 20 vjet që punoj e jetoj jashtë shtetit. E di si është jeta andej, por këtë herë e kam dar mendjen. Kam kursyer mjaftueshëm lek dhe doja të bëja 2 muaj pushime të vërteta në vendlindje. Doja thjesht të rija me njerëzit e mi, të dilja me shokët e vjetër dhe të shpenzoja pa vrar fare mendjen. Një nga ato pasditet e para, pasi kisha mbërritur, dola me 2 shokët e mi për të bërë një xhiro andej nga parku i liçenit. Vapa ishte thyer pak dhe rruga ishte plot me njerëz që esnin, vraponin apo bënin stërvitje. E teksa po bëni muhabet për ca hallet e vjetra, pash një grua që po vinte me vrap për ballnesh. Ishte rreth të 40-tave, por kishte një trup që s'di ç'ju them. Një trup që binte në sy me një herë. Kishte veshur një paltuta sportive mjaft të ngushta. E nuk e di pse, por unë ndalova hapin fare. E kur ajo kaloi pranë grupit ton, e ktheu kokën, me shikoi mua dhe buzëqeshi lehtë. Pastaj vazhdoi rrugën e saj me vrap. Unë mbeta në vend. Nuk po dëgjoja më se çfarë po më thoshte shoku im. E ai e kuptoi me një herë që isha bllokuar, me ra lehtë tek supi dhe më tha: "Mblidh mendjen, e mos e ço fare aty, sepse ti nuk e di se kush është ajo." "Nga ta di," i thash unë kam 20 vite jashtë. "Po ja," i thash, "më trego, kush është?" "Ajo është," tha, "gruaja e ministrit. Ata banojnë në një vilë këtu afër, prandaj del nga liçeni. Po harroja atë punë," më tha shoku. Mua as që me bëhej vonë për ministrin apo për pushtetin e tij. Unë e kisha mendjen tek ai momenti i shkurtër. Shkova në shtëpi atë darkë dhe thosha me vete, e bëja plane se si mund të takoja prap. Shokët më kishin thënë që ajo ishte edhe pjesë e këshillit drejtues të partisë së burrit të saj, kështu që bëre një plan që mund t'i duket buda të lek çdo kujt, por mua me dukej e vetmja rrugë. Shkova dhe u antarsova në atë parti, thjesht për të gjetur një sebeb. Fillova të merrja pjesë në mbledhje, në aktivitete e në daljet e tyre. Kisha para me vete mjaft, e nuk e kisha problem të paguaja. Çdo herë që ai ministri dilte për darka me stafin e tij të ngushtë, unë isha aty dhe fusja dorën në xhep i pari. Fillova të bëhesha mik i afërt me te, e ai filloi të më thriste në çdo të ryez. Kaloi një muaj e gjysmë kështu. Harxova goxha lek në për ato restorane të shtrenjta, por kisha një problem të madh. Ajo, gruaja e tij, nuk dukej gjekundi. Në asnjë mbledhje, në asnjë darkë, gruaja e tij nuk përzihej shumë në ato dalje të përditshme. E po mendoja me vete se e gjithë ky shpenzim kohe dhe parash me kishte shkuar dëm. Derisa një ditë ministri me dërgon një ftesë. Kishte ditëlindjen dhe kishte rezervuar një lokal të madh vetëm për njerëzit e tij më të afërt. O vesha mirë, mora një dhuratë goxha të shtrenjtë për te dhe shkova. E sa po hyra në sallë e pash, ishte ulur në një tavolinë bashkë me disa gra të tjera, e veshur shumë thjesht, por shumë elegante. Prita gjithë darkën për një moment të përshtatshëm që të shkoja tek ajo pra gruaja ministrit e t'i flisja. E diku nga mesi i festës, kur muzika ishte e lartë dhe njerëzit kishin dalë jashtë për të pirë
nga një gotë lëng, ajo mbeti pak si vetem pranë banakut të pijeve. U ofrova me një herë, mora një gotë ujë sa për të mbajtur diçka në dorë dhe i fola me mirësjellje. Përshëndetje, i thash, a më mban mend? Ajo e ktheu kokën me pa asnjë lloj interesi dhe tha: ndoshta të kam parë nëpër këto mbledhjet me burrin tim, por nuk e di kush je. Nuk e kisha fjalën për mbledhjet, i thashon. Ne të dy jemi parë para ca javësh tek parku i liçenit. Madje ti me bosjeshe, i thash. Ajo as që më shikoj në sy. Ja pas ke bërë qefin vetes kot, me tha ajo me një zë të ftohtë. Të pas kanë bërë syt, tha, e pastaj me ktheu kurrizin për të ikur drejt tavolinës së saj. Unë ju vura mbrapa dhe bëra dhe ca hapa dhe i thash: desha thjesht numrin tënd të telefonit e pastaj ik. Dërsa ajo as nuk dënjojte me kthente përgjigje, vazhdoi të este dhe me la aty si pemë, me gotën e ujit në dorë. Unë ndjeva shumë keq, thash me vete, shkoj i gjitha i mund dhe ai lek kot. E unë ula në tavolinë time i dëshpëruar dhe po mendoja, thjesht e gjeja një justifikim e të ikja fare në shtëpi, madje të ikja krejt nga Shqipëria. Pas disa minutash, teksa po bëhej një dolli për ministrin, ajo kaloi fiks pas karrigës sime. Nuk e ktheu kokën fare nga unë, por kur ishte pranë meje, hapi pak dorën dhe ma lëshoi një letër të vogël të palosur në pëllëmb. E unë fshehtas e futa me njëherë në xhep pa rënë në sy. Kur dola në korridor dhe e hapa, pash se ishte numri i saj, e që të nesërmen në mëngjes i dërkova mesazhin e parë, e ajo me kthej përgjigje me njëherë. Për 2 javë të tëra, ne shkembenim mesazhe çdo ditë, flirtonim e flisnim për gjithçka. Çdo gjë bëhej me kujdes të madh, e kur i kërkova të takoheshim, ajo ishte e prerë. Nuk shkojmë dot askund për kafe, më tha ajo. Në këtë qytet të gjithë i njohin të gjithë, dhe po pam bashk bëhet nami. Ti ndoshta s'e një askush, por mua me njehi gjithë qyteti, më tha ajo. E lëm ndryshe, i thash. Vitet të marrë me makinën time, dalim jashtë qytetit dhe bëjmë xhiro e nuk na sheh askush. E më në fund, ajo pranoi. E lam të takoheshim në një parking të madh në qendër të qytetit. Ajo erdhi me makinën e saj, e parkoi aty, doli shpejt dhe erdhi u fut drejt në makinën time që e kisha lënë pak me tutje. Sa po hipi, i dhash gaz dhe dolëm drejt rrugës që të çon jashtë qytetit. Ajo kishte pak siklet në fillim. Biseduam për rrezikun e kësaj gjëje, ndërsa ajo më theksoi disa herë që kjo punë duhet të ishte një sekret definitiv, që askush nuk duhet të dinte asgjë, ndërsa unë ju betova dhe i dhash fjalen që nga goja ime nuk do dilte asnjë fjalë. E kur e pa që unë e kisha marrë shumë seriozisht, u qetësua. Ajo rinte duke më shikuar, ndërsa unë, nga një herë, duke mbajtur dorën aty mes 2 sediljeve, e çoja nga një herë dorën edhe ajo, dhe e prekja lehtë, ndërsa ajo më shikonte, kafshonte buzën, e herë ma bënte me sy, dhe pothuajse po shkrihej fare. Kishim dalë goxha larg qytetit e po estim në një rrugë ku nuk kalonte pothuajse asnjë makinë. Ndaloja makinën kudo që të mundesh, më tha ajo, pa pritur, dil than nga kjo rrugë. Ç'ke, i thash,
Përse? Sepse nuk ishte asnjë vend të mirë aty rrotull. Unë të thash ta ndalosh sa më shpejt, me tha ajo përsëri, por kësaj radhe me një zemër të vendosur, ama me fytyrë të qeshur. Pash një rrugicë dytësore që futej drejt një fshati të vogël. E ktheva makinën aty dhe pas pak metrash e futa pas disa çubave të mëdha, në një vend ku makina nuk dukej fare. Akoma pa fikur makinën, asaj siç duket nuk i pritej fare. E u zgjat nga sedilja asaj dhe u lëshua drejt meje duke me puthur në buzë, ndërsa unë akoma kisha vendosur rripin e sigurimit. Bëri ajo një veprim shumë të shpejtë dhe të papritur. E pas pak, ajo u shkëput nga unë. Kaloi që nga para mes dy sediljeve e iku në sediljet e mbrapme. Eja këtu mbrapa, më tha ajo. Unë hapa derën time, dola jashtë dhe u futa në sediljen e mbrapme pranë saj. E ulem aty, e filluam të putheshim përsëri. Po putheshim nga do. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjni videon like, a nëse nuk doni abonohuni ose bëjni subscribe.